Ka shumë këngëtar ky vend, ka vërtet shumë. Ka këngëtarë cilët bëjnë hite, bëjnë namin nëpër koncerte dhe pastaj harrohen. Ka dhe këngëtarë të tjerë që unë do t'i quaj artist, krijues, të cilët lënë një trashëgimi. Dhe një nga ata është edhe ftuara ime sot Fifi, e cila e ke thënë ndonjëherë këtë pjesën e legacy të trashëgimisë me këngët, por unë jam shumë dakord me atë që ke thënë, sepse them që muzika është aq e bukur, kënga, dhe ka një fuqi më të madhe se për shembull gazetarët apo moderatorët, pra këngëtari, pasi edhe mbas 50 vjetëve, edhe mbas 100 vjetëve, edhe kur ti mos jesh në këtë jetë, se një ditë me cikël është e gjitha, patjetër. Ti ke një grup këngësh që i ke të parushme, që unë po i dëgjoja gjatë tyre 2 ditëve, që kur folëm bashkë, edhe po i dëgjoja dhe po kujtoj edhe unë momente dhe pastaj dhe të tjerët këtu tek vila po kujtoni momente që kanë lidhje me disa nga këngët e tua, secili kishte veta se janë është një grup këngësh, por që ti ke krijuar vërtet disa këngë shumë të mira. Edhe po të them bravo të qoftë, sepse mund të jetë ndonjëherë mund të duket edhe si pak si rrezik që të krijosh balada të forta në një treg që ka shumë hite të shpejta fast food, të cilat duhet të jenë hite për koncerte, për verë, për pishina, por që në fund të ditës kur dëgjojnë ato disa këngë të tua të tërlidhen, edhe te grimi i vura unë tash me vend që këngë të Fifit, edhe filloni të madje një po e këndonte mbarova ja bënte mbarova mbas meje. Mbarova mbas meje. Ja ajo ishte mbas një ndarje. Tash mbas darjes e këndoj mbarova mbas meje. Faleminderit shumë që më ke ftuar. E prita me shumë kënaqësi ftesën prej juve, prej teje. Prej teje, po. Jam shumë e lumtur që jam te ky Kolltuku dhe mezi po pres me bëni super podcast. Edhe unë jam shumë e lumtur. Je e dyta nga Kosova, mbas Tajnës, që je ulur në Kolltuk direkt mbas Tajnës, dhe Tajna ishte futur në një më pëlqej intervista. Pak filozofi dhe energji, po. Më pëlqej intervista e Tajnës, bile i kom shkruajt mesazhe dhe i kom thënë faleminderit për intervistën që e ke bëu, ka shtime me nuk kërgja fell çaj intervistë. Shumë e pjekt ka dalë te çaj intervistë, shumë shpirtërisht e përmbushur. Mendoj që duke pasur këtë lloj karriere që keni ju, mendoj që nuk e di, mund të them që piqeni pak më herët, por shihni shumë. Shihni shumë, përballeni me shumë. Dhe ti një ato artiste që je përballur me shumë, edhe nuk e përtuar as ta thua që je përballur me shumë, po do shkojmë pak më vonë te kjo. Fillimisht do të pyes një herë për të pash pak ke dalë në intervista te RTS-ja, ishe në podcast, ke një këngë nga Rri që është bashkë me Tiri Gjocin që konkuron, do ja thënë kandidon, por kandidojmë për Eurovision. Kandidoni për po tash konkuroni në Fest 64. Po. Më thuaj një çik, si je tani me festivalin? Se ai festivali madh ka, domethënë kur futesh në festival, çdo vit është duket sikur fillon nga fillimi. Ajo pjesa e festivalit, ti nuk e di kush e merr në dorë, pra nuk e din artistët kush e merr në dorë, çfarë do bëhet. Vitin e kaluar, ishin të gjithë të lumtur, dukesh se ishin të lumtur me fituese, sepse ishte sidomos këngëtar të rinj, se këtë vit tha El Hajda janë shtuar shumë këngëtar të rinj. Unë se kuptova këtë gjën, po gjithsesi, abden nuk po du me fol për atë pjesë. Ti fiti si mua, ne kemi një gjashmëri te një pikë që s'na rigoja. Po, nuk na rigoja. Jam i çike sert, me thënë drejtën. Festivali këtë vit ka marr realisht pjesë për kënaqësinë e shpirtit tim. E kom thënë edhe në vende të tjera që këtë vit mendimi që unë me marr pjesë në festival u kanë 0. Por në një pikë u bashkova me Adisin edhe me producentin edhe thash, me producentin e këngës Enis Mullajn edhe thash, pse mos me marr pjesë? Pse mos me shku edhe me shiju eksperiencën live me orkestrën e Radio Televizionit Shqiptar? Pse mos me shku edhe me shiju krejt si eksperiencë komplet si gjë, pavarësisht polemikave dhe që ndodh, isha e pregadit me majt vetën larg për këtyne diskutimeve. Nuk po mundesh me majt vetën larg për diskutimeve, por unë po mundona prap. Shiko, Fifi, ti përbën lajm. Sa herë që ka një aktivitet, je lajm. Po. Ke qenë lajm ose me super hitet e tua, për shembull të kënga magjike ishe lajm mbas lajm, ishe vit mbas viti, edhe nuk është shumë e shpesht kjo tek artistët. Mund të veçoj 10 artistë. Po, me grup të vogël, po me gishtaj të cilët vinë edhe gjithmonë janë
tull, i themi ne. Janë tull, po e themi gjuhë popullore. Blind, e thonë ana. Po blind, tamam, janë blind. Kështu që ti ishe blind me këngën e parë, blind me këngën e dytë, blind me këngën e tretë. Ndërkohë kur shkove tek festivali RTS, atëherë u bërë edhe lajm sepse atëherë fole edhe për Shtatzanin, për herë të parë, deklarove Shtatzanin. Ishte edhe Flor Mumajezi, i cili edhe u zhduk prapë. E rikthej bebi e rikthej në skenë. Po e riktheu në skenë. Kështu që ai momenti se po e shija prapë, e kam më të freskët se ty ato moment, se sa po e pash, ishe ti me një look fantastik, Flori, Shtatzania jote, kështu që prapë je lajm. Dhe prapë u fute këtë vit dhe prapë me polemika dhe prapë me lajm. Gjithë jam kanë polemik për të tjerët, nuk e kam kuptu pse jam problem për të tjerët. Po unë prapë them, unë edhe këtë vit e kam këngën blind. Unë e ndjej shumë si këngë, unë e du shumë si këngë. Unë personalisht kur e kom nis me e kriju si këngë edhe si tekst edhe si gjë, e kisha fiksat periudhën kur u ula edhe e qita vetëm për para edhe i fola e thash, okej, ti kur e ke bo këngën Marova, kur e ke bo këngën Psikopatja, kur e ke bo këngën Inu Dashnije, kur e ke bo këngën Zhurmë, qa ke menu? Qa muzike ka influencu, edhe qa muzikët ka bo me ndru. Mu këthy traka, u futa prej fillimit dhe më thonë, edhe ja nisa mi hap playlistat e mija të vjetra. Edhe thash, I have to go back to myself. Duna me shku prap të fifi, që nuk menon a kam i pëlqy publikut kënga, a kam i pëlqy juris kënga, a kam i pëlqy drejtërve kënga, a kam i du me bo një këngë që unë e du. Edhe kënga re është për aty në këngëve që unë e du. është për aty në këngëve të fellat mia, që po unale edhe e dëgjove me e dëgju, jo veç me e kalu, e kupton. Edhe kupton shumë sene edhe të prek, edhe të qënë për do skutat fellat mendimeve që i mshelim do fajla në për true, në për shpirt. Edhe këtë vit prap, po e rrithe kësaj, në festival, thjesht dua bashkë me tirin ta përfaqësojmë dhe ta paraqesim këngën në mënyrë të denjë, ta këndojmë me plot dashni edhe me dhënë emocion. Pjesa tjetër pastaj e dim si shkon, ose nashta edhe nuk e dim si shkon, nashta edhe mundu më befasu, nashta edhe s'mundu më befasu. Unë pritshmërit i kam 0. Je befasuar më përpara nga kujtoj të këngën magjike? Po jam befasu patjetër. Po mua nuk befasona, ama jam kështu i kom përjetu këtë llojet e emocioneve, edhe me të bu kënga mega hit mrena nate, edhe mos me të hec kënga fare, edhe me investu shumë marketing të një këngë edhe prap mos me ec, edhe me investu shumë marketing të një këngë edhe me bo miliona klikime, edhe me u gju edhe në Rumani, edhe në venet balkanike, jo vetëm Kosovë Shqipni. S'kam ndaj fare emocione nëse ndodh diçka që s'm pëlqen, ose do isha zhgënjy për mirë nëse ndodh diçka që se prez, me fitu për shembull. Po venin e 2 të 3 e kam këtu. 2, 3 kam një pyetje, ju kur futeni për shembull në festival të tillë, kur lexoni lajmet, sepse sidomos festivali RTS gjithmonë tani është zbutur pak, nuk ka këto vitet e fundit sigurisht rregulluar, po dikur ti kishe lajme për këngëtarin që është përzgjedhur, e kishe prej kohësh. Nuk e di kush kishte dalë para ca ditësh dhe thoshte që është paracaktuar prapë. Do të thonë, megjithatë unë nuk e besoj se ishte dikush që nuk jeton në Shqipëri fare. Më duket ishte Eltoni Liriani, po më kujtoj. Po, Eltoni ka bërë një që nuk jetoj dhe ai, pra, si thua, e filloi prapë të zhurmën që mund të jetë dikush. Pra, Eltonin e kanë marrë në telefon dhe i kanë thënë këtë gjën. I kanë thënë që këtë vit është paracaktuar fituesi. Po ju si ndjeni si artist? Ti futesh në garë, dakor, futesh me 0 pritshmëri. Po kur dëgjoni këto gjëra? Si dhier. Si ndjesh? Dhe me thonë ti futesh në një garë që pretendohet që ma në fund është fair, edhe pas ta i del një lajmë që thuhet është paracaktu fituesi. Normal që një është keq. E vetëm ja gjë që na ngel në dorë është me performu mirë natën e dytë kur kena me kanë në festival. Tamam, se këto janë 50-50. Jo gjithmonë, gjithmonë është ashtu. 50-50. Unë paktën nga bota e brapa skenës e di që nuk është gjithmonë kështu. Donjëherë kështu ndodh.
dua thjesht ta shijoj si eksperiencë. Ora po njerëzit valla, çka kanë? Pse mërziten njerëzit nëse si pëlqen kënga? Se dakor, nëse të pëlqen kënga e Fifit, se ke shumë që të kanë pëlqyer dhe një nga më të klikuarat e këngës, padyshim nuk do ta heqim të pjesën. Po ata që nuk e pëlqejnë, thjesht nuk e di pse i karikon aq shumë, ose ndoshta kjo vjen nga dashuria. Unë mendoj që vjen nga dashuria që si duket ata janë të lidhur kaq shumë me ca këngë të tuat, dhe pastaj nuk e di se çfarë presin nga pritshmëri që kanë në kokën e tyre. Por mund të si ka mundësi që bëhen kaq agresiv? Mas këngës zhurma se kom nxjerr këngën Psikopatja, kom pas reagime të njëjta. Mas këngës Psikopatja jote kur e kom bë këngën Marova, kom pas reagime të njëjta. Pse ke pasur dha atëherë? Po patjetër që po. Çfarë thua? Nuk është që është tera. Nuk vdikën të gjithë mas atë. Unë përkundrazi. Tani jam kështu super e përgatitur. E ti po pse bëhen kaq agresiv, domethënë qetësoni, është i këngë, s'të pëlqen kënga? Ndrroje. Po, sepse ndodhi dhe ajo që ti para disa ditësh dole dhe që... Ajo pastaj është gjë tjetër totalisht. Ajo e çunit është nuk hahet fare. Ajo është e lidhje me këngën prap? Nuk e di, a është e lidhje me këngën, po prit ditës që ka dalë kënga e festivalit, mu më shtilshu një marsh komentesh negative. E kom pa në për do portale që është transformu si mendim, qa kom thonë une. Prej ditës që ka dalë kënga e festivalit, mu më janë vërshu një sër komentesh negative duke ma mallku qunin. Dhe këtë le ta marrin si të doj, kush të doj dhe le ta transformoj prap. Unë flas vetëm për këtë pjesë, për çfarë marr komente unë personalisht, unë Fifi. Le të vazhdojnë, jeni të mirë se ardhur. Çun janë që ju ka bë? Pse do na më marr? Seriozisht domethënë, që nga kënga mallkojnë, thon gjëra për Po. Nuk kom marr asnjë koment kurrë në për çunin deri para 2 javëve që ka dalë kënga. Erdhi këtu. Kupton? Erdhi këtu. Kom pa dhe komentet të tjera përpara. Jën kanë tek tuk na një po s'është i kom vënë re se në 100 mesazhe jën kanë 2 komente negative, hajt kom thonë se në rregull është, nuk më bën problem. Po brenda jave me marr 300 komente, 200 me kanë mallkime për çunin. Po jo. Shumë. 200. Domethënë kom fshi çdo ditë i kom fshi ka 50. Mos ishte ndonjë kështu si organizuar, duket si sulm i organizuar, se si mund të jenë ka shumë njerëz të thonë këtë gjë. Po më prapë për edhe kësaj, le të më shajnë mua, le të më mallkojnë mua, le të mos më duan, mos më. Po është normale, nuk është normale në asnjë. Jo, s'ka problem. Fare, le të vazhdojnë. Çuni mos ma prekin, çuni nuk kanë fare të bëj asgjë gjë me të. Po patjetër, po nuk është normale. Nuk është normale për të njerëz, ta njerëz janë normal. S'mund të preket fëmia. Dhe për më të sepër një këngë. E diskutova pak me veten që të muhabet edhe thash nashta nuk është fare prej masi ka dalë kënga, nashta veç disa njerëz që janë mbledh bashkë dhe hajde të bojna këtë gjën. Po mundona me e kalu edhe mendoj që e kom kalu si ngjarje. Përderisa e kam çunin mirë. Domethënë po jo patjetër s'ka lidhje me këtë. Po jo, do vjen keq domethënë sepse edhe video jote ishte shumë e mbushur me këtë gjë. Po isha shumë e mbushur se u futa e çova çunin çerdhe, edhe shkova në studio, thash tani si ditë të marr edhe tani si të punoj, të bëj prova për festivalin, të bëj këtë, bëj atë, edhe futem në Instagram këtë, a kupton? Edhe hop komente. Koment tjetër. Thash, what the fuck, bro, abden? Edhe hina fshi blok. 20 vet që ishin krejt fake, nuk ishte as njoni me foto, as foto s'kishin profil, ishin krejt kështot 0000. Thash, okej, bukur shumë. Edhe u musha, edhe hina live, s'do shta as me prek asat tem, po në komente tu lexu çtu, ai ke parasysh shkarazi kur të shkon në arsyni dhe lexon ai gjë. Edhe thash, okej, prit një sekond. Sepse këtu po flasim për djalin tem, që deshtëm, është mundësia për mos me bu publik, po është mundësia dhe me bu, po tash unë s'du me më shef djalin tem. Se është jemi, unë bëj qa du, po nuk jem për aty në nanave që kom qeli Instagram për të edhe du me kanë djali pjese medjave dhe whatever, du djalin me pregadit që është të e prit një bote egër edhe nashta që shto të më me pregadit ma mirë, nashta
nashta dhe nuk jam të e pregadit që shdohet. Nashta jam të bo gabim në këtë lloj forme. Nashta ai do kur të rritet me pas jetën private dhe unë jam të jatësënu privatësinë ati fëmije. Nashta du na munal, hiq mos me postu ma, edhe nashta s'komenton ma kërkush. Po jënë dë festa, jënë dë momente që thu, për ta nxjerrë një foto me djalin. Se po du me nxjerrë një foto me djalin, me share dashnin, me shpërnda dashnin që unë jam të e marrë dhe ma ka mush jetën. Po varet edhe që lexojnë tjertë. Jo, ka shumë njerëz që jetojnë në mizerje në jetën e tyre. Absolutisht. Por që Zoti më ja edhe jo, ajo ishte shumë e rëndë. Mirësi. Po her pas here kam vërej që ti ngarkohesh nga fancat, ngarkohesh nga ndjekësit. Edhe nuk e di, tash nuk është se kam ndjekur të kohët e fundit. Kjo ishte e fundit, po kjo ishte ekstreme dhe ashtu të erdhi dhe ishte në live. Do me thonë kam 1 vjet e gjys, mos të ma shumë që s'kom reagu në për media, në për rrjetet sociale, me fytyrë dhe me dalë, po nuk besoj që kanë më e fortë se djali. E për raste tjera nashta veç kom bo një status, ka ndodhur shumë ngjarje edhe kom thonë, jo, mos fal. Mos e hapat knatësi, mos e hapat fare. Po, edhe sikur mos flasësh, ti vërtet ngarkohesh nga ta, do të thënë se ti ka vite unë nga njerëzit që shkruajnë, ngarkona nga situatat që ndodhem. Për mos me rrit qët numrin e komenteve negative, kom thonë mos reago. Mos ju jap material, mos ju jap ushqim fare. Se këta kaç duan me shit. Çfarë do të me shit? Me shit me sanet me investimin tim. Do me shit me shpirtin tim. E kom bo përpara kur isha 25, 26. Pa. S'kisha këto probleme fare, kush menoj ka atëherë. Po tash nashta edhe ka ndru pak situata se e kam një status tjetër. Nuk jam thjesht një femën e lirë. Tash jam nan. Kam një përgjegjësi tjetër mbi kurriz. Ato që i kom bo përpara nuk ish bëjt dot, ka ndodh, ato s'kthehen, nuk më mi shpërla, as nuk më mi la, as mi fshis moj. Aty janë. Edhe unë jam krenare për këtë qato që ka ndodhë dhe më kanë bu musët qëto që jam. E rëndësishme është me thonë, në fund, po i di gabimet e mija dhe po mundohem t'i përmirësaj. E unë jam t'u mundu mi përmirësu. Kur je në këtë industri, fatura që e merë në fund është kjo. Dhe me thonë, o kanë me